mundësi për japonezët. Shojmë tashmë këtë shans. Është Watanabe brenda zonës, vjen kjo goditje, çfarë? Edhe një tjetër provon skuadra japoneze provon skuadra Crown e Might pikërisht për numrin 16 Taniguchi. Fundit të pjesës së parë mbetet 0-0. Rezultati i kësaj sfide mes Shqipërisë dhe Japonisë. Kontrollojnë japonezët, është Sakada. Pasimi dhënë për pikërisht qytetarët e skuadrës Japonisë. Pasimi në qendër dhe kjo goditje. Tjetër mundësi tashmë për skuadrën e Japonisë. Është ky top në krahun e djathtë, pasimi në qendër dhe